udhëheqësia e tyre as nuk u fsheh, domethënë që të mbrojë prej një sulmi ose prej vrasjes së tyre, dhe e dyta domethënë kanë arritur të krijojnë mekanizëm shumë të lehtë të risgjedhjes të drejtuesve pasues, qoftë në rangun e generalëve ushtarak, qoftë tek ata politik, dhe kjo e bën domethënë të vështirë atë synimin strategjik të Izraelit dhe të SBA-s për ta ndryshuar regjimin iranian. Pra, ky është një lloj, si themi, përshkrimi paraprak që e komplekson analizën tonë, por për të rikthyer edhe një herë te pyetja fillestare, unë mendoj që ne duhet të shohim veprimet, të analizojmë a janë arritur objektivat, sa larg janë arritur objektivat, duhet analizuar asimetria në betejë që iranianët shumë të zgjuar, domethënë po bëjnë një luftë asimetrike në të cilën një dron i $20,000 duhet të interceptohet dhe të rrezohet duke shpenzuar rreth €16 milion ose 4 raketa të sistemeve amerikane dhe izraelite, që është një kost dhe një asimetri jashtëzakonisht e lartë. Iranianët e kanë ndikuar këtë luftë duke i dhënë problemin të gjithë botës mbar me kostën energjetike, me kostën e naftës, dhe është i prekur absolutisht i gjithë tregu global. Po ashtu ka sulmuar të gjitha caqet ushtarake në lindjen e mesme, ushtri ose kazerma, si themi, baza strategjike të SBA-s, radarë të kushtueshme, dhe e ka thyer një herë për gjithmonë mitin që SBA-ja është në lindjen e mesme për t'i mbrojtur shtetet e tyre, veçanërisht Kuvajtin, shtetet aleate, kësaj Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe të tjera, domethënë Katarin, Emiratet, e kështu me radhë, domethënë ata u përballën me sulme të drejtë të Iranit, dhe gjitha kjo domethënë ka shkaktuar një, si themi, një katastrofë në mendimin edhe në atë komfort zonën që ishte futur komplet gadishulli arabik, me theks të veçantë bota arabe, e cila që nga vitet 70 deri me sot, më thënë, kanë një disproporcion të jashtëzakonshëm teknologjik. Ata kanë rënë prej mendimit që paguajmë dhe do të na mbrojnë, ndërkohë që iranianët, edhe pse të shantazhuar ose të ndalur, të penguar nga sanksionet e gjata ndërkombëtare, i janë futur prodhimeve teknologjike, sidomos dronëve dhe raketave, dhe kanë ndërtuar domethënë një sistem të sofistikuar përgjigje ndaj çfarëdo agresori, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kuptohet domethënë kanë një përparësi të lartë teknologjike në aviacion, por po bën luftë asimetrike dhe, siç e thash, ka qenë i aftë të godas në të gjitha bazat, domethënë kanë ngritur një rrjet spionazhi të sofistikuar, po ashtu mbledhjen e të dhënave, ka shkrime, analiza që po ndihmohen edhe nga rusët dhe nga kinezët me të dhëna inteligjente, domethënë sidomos për anijet dhe luftanijet e mëdha, aeroplanmbajtëset e mëdha që SBA-ja i ka vendosur atje. Ajo që e ka ngritur shqetësimin ndërkombëtar është edhe kapaciteti i Iranit për të sulmuar bazën e largët prej 4.000 kilometrash, do të thonë që në qoftë se iranianët kanë raketa që janë të afta të shkojnë në një distancë prej 4.000 kilometrash, atëherë asnjë kryeqytet në Evropë nuk është i pagoditshëm. Të gjitha këto, domethënë, flasin për një regjim, çado që nuk na pëlqen neve, domethënë që e ka orientuar kombin iranian drejt një koncepti të mbrojtjes dhe asimetrinë teknologjike, ose e ka orientuar jo në zhvillimin e avionëve, por në zhvillimin e sistemit të raketave. Iranianët flasin që
po shpenzojnë raketat e prodhuara deri në vitin 2014, që janë edhe 10 vite ose 11 vite të tjera, do të thonë ata thonë që kanë në stok raketat të prodhuara edhe pas vitit 2014, do të thonë, dhe lënë të kuptojnë që në 10 vjeçarin e fundit teknologjia e atyre raketave nuk është ekspozuar, do të thonë është mbajtur si sekret ushtarak dhe ato tentojnë që të shantazhojnë ose si të themi që të japin mesazhet për kundërshtarët e saj në këtë radhë, do të thonë për Izraelin, por edhe SBA-n që po ndihmon Izraelin. Qartë, kur nga ana tjetër, e gjithë kjo situatë tashmë si e ndryshon balancën e fuqisë në linjën e mesme dhe nga ana tjetër, cili është roli që mund të luajnë tashmë aktorët si Rusia apo Kina në këtë fazë të konfliktit? Ndihma e Kinës, siç e thash, fshihet në teknologji dhe në informacione të klasifikuara, sidomos ato që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, me llogaritjen e saktë të objektivave dhe të zhvendosjes së objektivave. Mos të harrojmë, Irani ka goditur edhe disa hotele në Emiratet e Bashkuara të Arabe dhe kjo ka ardhur si pasojë e informacioneve që ushtarakët amerikanë të larguar nga bazat të cilat kanë qenë të deklasifikuara, do të thonë, janë vendosur në disa hotele në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ata i kanë konsideruar si çështje legjitime goditjen e tyre. Pra, gjithë ky informacion ka nevojë që të jetë i updateuar në kohë reale dhe unë mendoj që spionazha ose agentet iranian bashkëpunojnë ngushtë me ata kinez dhe rus. Ajo që vrehet në të gjithë këtë është dhe është vërejtur interesant, ka qenë për analizë sjellja e rusëve ndaj secilit aleat të tyre. Rusët ndihmojnë me teknologji, ndihmojnë me shkencë, ndihmojnë me udhëzime, ndihmojnë, si themi, japin ndihmën e tyre, por kur vije puna në nivele strategjike, do të thonë të një rezistence tepër strategjike, ata zakonisht nuk mbështesin. E kemi parë, do të thonë, ngjarjet në Venezuelë, kur i gjithë sistemi i S-400 dhe S-500 që e ka poseduar Venezuela nuk ka qenë funksional dhe këtë jo funksionalitet sipas mendimit tim e ka shkaktuar, do të thonë, qoftë sabotazhi rusisë apo mos ndihma në kohë reale për t'i dhënë në funksion, do të thonë, këto sisteme dhe ndodhi ajo që ndodhi, u rrëmbye dhe u hoq nga pushteti presidenti i Venezuelës. Edhe në Iran ka zëre dhe ka analiza, ka ankesa madje të zyrtarëve iranian që nuk po mbështetet me sisteme kundërajrore dhe nuk është mbështetur në kohë reale për të zhvilluar betejën e ajër dhe për t'u dhënë për të qenë të aftë të bëjnë betejë ajrore, iranianët e kanë pasur patjetër që të kenë në posedim avionet e gjeneratës së fundit të Rusisë, të cilat Rusia nuk ja ka dhënë Iranit. Pra shohim që në momente delikate ajo nuk i mbështet pafundësisht aleatët e saj dhe kjo është edhe një zhgënjim me ata aleat. Aty ishte mbështetur edhe Saddam Husseini dhe nuk i doli ajo ndihmë, u mbështet edhe Gaddafi dhe përsëri nuk ndodhi njëjta gjë, u mbështet së fundi kohë edhe në Libi, në Siri, ishte presidenti Assad dhe kur erdhi puna, do të thonë, në momente delikate, ndihma rusëve, do të thonë, sikur rezistante që të bënte atë më të mirën dhe kjo është shfaq Rusinë si një aleat të besueshëm për disa nivele, por jo për nivele, do të thonë, ku kërkohet sistemi që të veprohet në blok ose të tjera. Pra, sado që rusët janë aleat dhe shesin teknologji, ata në momente delikate po i lënë në baltë aleatët e tyre dhe për këtë arsye shtetet të cilat i kanë parë këto lëvizje në Irak, në Siri dhe të tjera kanë bërë lëvizje të dhura dhe kanë shikuar në aleancat të tjera dhe këtu potencoj Pakistanin që është mbështetur nga teknologjia ruse dhe të tjera, por
ka ndërtuar një sistem raketor të mbështetur, të bazuar më shumë në teknologjinë kineze se sa ato ruse dhe u pa që ishte mjaft efikase, duke qenë në gjendje të rrëzonte avionet Rafale që i posedonte India me mbi 200 kilometra në thellësi të territorit indian, pa që në gjendje fare që të futeshin në territorin e Pakistanit. Pra shtetet i modifikojnë në bazë të ngjarjeve dhe analizave që ndodhin, i modifikojnë strategjitë e tyre ushtarake, aleanca dhe krijojnë mbështetje. Por duhet ta vëtheksin që rusët po tregojnë që nuk janë aleat të besueshëm për atë nivel që t'i mbështesin aleatët e tyre në lufta konvencionale kundër Shtetit të Bashkuara të Amerikës. E qartë, Korab, në fund, mendon se kjo është tashmë një luftë ndoshta për sigurinë globale, apo nga ana tjetër ka interesa strategjike midis palëve dhe kush mendon se do të dalë realisht fitues nëse nuk do të ketë një marrëveshje? Në aspektin strategjik, objektivat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës janë që të kufizojnë ekspansionin kinez, zhvillim i hapshëm ekonomik dhe teknologjik, një popullsi jashtëzakonisht e re dhe në terma modern një popullsi smart, shumë e zhvilluar në mendime teknologjike, në zbulime teknologjike, renditet e dyta ka zbulime shkencore dhe patentime të reja që i bën në botë, me një parti shtet që ka arritur, domethënë, për vite të tëra të mbaj kombin kinez të unifikuar dhe drejt këtij modeli ekonomik që është një gjetje thuajse brillante që nuk kemi mësuar ta shohim tek vendet komuniste, domethënë politika mbahet e sistemit komunist, ndërkohë që ekonomia është e modelit të kapitalizmit. Pra është një fuqi dhe një kërcënim shumë i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në dokumentin që e pati prezantuar presidenti Biden, ata e patën klasifikuar Kinën domethënë si armikun kryesor dhe në atë fazë që po tenton domethënë të rikrijojë balancat botërore dhe të depërtoj sidomos në ato vende në të cilat SBA ka më pak prezencë ose më pak interes. Me njëherë nga largimi i SBA-s në Afganistan atë boshllëk e ka mbushur Kina, largimin e evropianëve nga Afrika e ka mbushur Kina, domethënë largimin e Francës sidomos nga